Policia e Elbasanit ka zbuluar detaje të reja mbi konfliktin që dyshohet se ka shërbyer si motiv kryesor për vrasjen e biznesmenit Mondi Mohalla alias Edmond Hyka. Ngjarje ndodhur më 30 nëntor. Sipas burimeve nga policia e shtetit, në qendër të hetimeve ndodhet 35 vjeçari Oklid El Oweidi, i njohur në Elbasan me Nofka, Kiço dhe Oliver, si dhe identifikuar nga komuniteti lokal si nip i personazhit të njohur Timi i Elbasanit. Ai është larguar nga pika kufitare e Çafthanës drejt Maqedonisë së Veriut dhe aktualisht konsiderohet person kyç në dosjen hetimore. Mendodhja e tij nuk është e konfirmuar, megjithse dyshohet se mund të ndodhet pikërisht në territorin e Maqedonisë së Veriut, ku ka lidhje të shumta. Hetuesit po verifikojnë gjithashtu aktivitetin e biznesit Soleil, një kompani import-eksporti dhe tregtimi automjetesh e regjistruar në emër të Oweidit në Elbasan që prej vitit 2018. Pikërisht marrëdhënie tregtare të lidhura përmes kësaj veprimtarie dyshohet se janë kthyer në burimin e konfliktit me Mohallën. Sipas të dhënave paraprake, rreth 10 ditë para vrasjes në ambientet e karburantit Xhaxhi Oj ka ndodhur një përplasje fizike midis dy biznesmenëve. Konflikti mësohet se lidhet me një ngjarje tregtare prej rreth 700.000 eurosh, e cila nuk ishte finalizuar. Nga ana tjetër, burime pohojnë se Mohalla ishte i revoltuar dhe se përplasja fizike ka ndodhur në praninë të një personi që shoqëronte El Oweidin.